Rama firmos peticionin pro vettingut dhe deklaron se opozita duhet bëjë detyrën kushtetuese duke votuar, asgjë nuk e ndal pastrimin e drejtësisë. Lulzim Basha i përgjigjet tash për Federica Mogherinit, deklaratat se vettingu hap negociatat janë thjesht broçkulla, kushti vetëm i Brukselit janë zgjedhjet. Shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini, mesazh klasës politike, negociatat nuk hapen pas zbatuar vettingun, jo bojkotit të kuvendit nga opozita. Ali Ahmeti vendos të hyjë në qeveri me LSDM, në respektojnë vullnetin e popullit, aleati i tij Zaev kundër presidentit tentoi të provokojë krizë. Aksidente me 2 kalimtar të vdekur në Korçë, Fushkruj, policia shoqëron shoferët, shkelën rregullat e qarkullimit duke lëvizur me shpejtësi të lartë. Përshëndetje shikues të nderuar, janë lajmet e orës 15 këtu në Vizion Plus. Lideri i majorancës i është bashkuar qytetarëve që kanë nënshkruar peticionin pro vettingut. Pasi firmosi në një nga tendat në Tiranë, Rama tha se opozita duhet të bëjë detyrën kushtetuese e të votojë vettingun për t'i hapur rrugë çeljes negociatave me Bashkimin Evropian. Kryeministri theksoi se është i hapur për dialog me opozitën, por bëri të qartë se pastrimin e drejtësisë nuk e ndal askush. Kryeministri Edi Rama i është drejtuar çadrës në qendër të kryeqytetit për të firmosur peticionin pro zbatimit vettingut. E kjo i ka dhënë mundësi liderit të majorancës të theksojë se vettingu jo thjesht është fillimi i një epoke të re në sistemin e drejtësisë, po ai është i vetmi kusht për hapjen e negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Besoj që mbrëm përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian foli troç dhe qartë. Fillimi i zbatimit të reformës drejtësi përmes fillimit të zbatimit të ligjit vettingut përkon edhe me fillimin e negociatave për anëtarësim. Gjithë ata që u përpoqën dhe përpiqen që ta mjekullojnë këtë fakt dhe këtë të vërtet thjesht, besoj që nga mbrëm do ta kenë më të vështirë. Por ngritja e organeve që do të bëjnë vettingun duke se bllokohet nga bojkoti i opozitës. E megjithatë, kryeministri Edi Rama shpreu i bindur se skanimi i gjyqtarëve prokurorëve do të bëhet. Opozita ka detyrimin që të zbatojë kushtetutën në afatet e përcaktuara dhe të mos fshej kokën përballë këtij detyrimi të madh kombëtar dhe publik, duke qëndruar në çadër. Në çadër mund të qëndrojë sa ta shoh të arsyeshme për çështje tjera, po jo për këtë çështje, besoj unë. Sidoqoftë, vettingu nuk e ndal dot. Ju siguroj nuk e ndal dot askush. Por a ka hapësira për të gjetur kompromis me opozitën që deputetët demokratë kthehen në kuvend? Edi Rama shpreu i gatshëm për dialog për çdo çështje, përveç krijimit të qeverisë teknike. Ne s'kemi asnjë kusht për diskutuar, ne diskutojmë çdo gjë. Por jo çdo gjë ne mund ta plotësojmë. Opozita ka drejtën e vet të kërkojë qeveri teknike, të kërkojë qeveri inxhinierike, të kërkojë qeveri hidraulike, të kërkojë qeveri energjetike, të kërkojë qeveri astronomike. Janë të drejtat e opozitës. Ne kemi detyrimin që t'i konsiderojmë me shumë seriozitet kërkesat e opozitës dhe çfarë mund ta plotësojmë, çfarë mund ta plotësojmë, të plotësojmë. Sipas kryeministrit Edi Rama, shumica është e hapur të bëjë çdo përmirësim në kodin elektoral që sjell më shumë standarde në proceset zgjedhore në Shqipëri. Lulzim Basha ka zgjedhur t'i përgjigjet tash për kryet diplomates të Bashkimit Evropian Federica Mogherini. Ai i quajti broçkulla deklaratat e saj për vettingun si kusht kryesor për hapjen e negociatave. Kreu Demokrat tha se Europa nuk mund të nisë këtë proces pa patur më parë zgjedhje të lira e të ndershme, rruga drejt të cilave kalon vetëm nga qeveria teknike. Lideri i opozitës Lulzim Basha i ka kthyer një përgjigje të ashpër përfaqësueses së lartë të Bashkimit Evropian Federica Mogherini, e cila një ditë më parë artikuloi si kusht vetëm për hapjen e negociatave zbatimin e vettingut. Nga çadra e vendosur para selisë së kryeministrisë, kreu i Partisë Demokratike Basha deklaroi se nuk mund të ketë hapje të negociatave pa zgjedhje të lira dhe çdo deklarat tjetër është broçkull. Erdhën këtu personalitetet europiane dhe i treguan qartë shqiptarëve se pas zgjedhje të lira dhe të ndershme, pa luftë kundër krimit, pa luftë kundër drogës, pa luftë kundër korrupsionit dhe pa drejtësi të vërtetet pa kapur,
dyert e Europës nuk mund të hapen për Shqipërinë. Ju e dëgjuat këtë mesazh, e gjithë bota e dëgjoi këtë mesazh. Tani po na thon bëni vettingun se do hapim negociatat. Kësaj në anglisht, në shqip i themi broçkull. Në anglisht ka një fjalë, kush di anglisht këtu? Si? 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 Bullshit! Bullshit! Basha ka replikuar në distancë me rivalin politik Rama për çështjen e vettingut, duke akuzuar se kërkon të vendosë nën kontroll drejtësinë. Prandaj u fut sot në çadrën e korrupsionit të shoqërisë civile. Çadrën e bërë njësh me krimin, çadrën e bërë njësh me korrupsionin për t'i hedhur hi syve shqiptarve. Ne do vettingun, hap rrugën për qeveri teknike dhe do të ketë vetting të vërtet me prokuror dhe gjyqtar të pakapur që do të nisin me njerë investigimet për korrupsionin, krimin dhe politikën e lidhur me të. Në lidhje me negociatat për zgjidhjen e situatës politike, Basha ka përsëritur se kushti kryesor është krijimi një qeverie të re. Nuk ka bisedime, nuk ka negociata, ka vetëm dialog për të përcaktuar largimin tënd dhe ardhjen e një qeverie teknike. Teknike që padyshim kërkon mbështetje dhe vullnet gjërë politik, por do të jetë një qeveri teknike. Nuk do të negociojmë futjen tonë qeveri, jo. Në ditën e 15 të protestës, lideri i opozitës theksoi vendosmërinë për të qëndruar para kryeministrisë deri në plotësimin e të gjitha kërkesave që garantojnë zgjedhje të lira e të ndershme. Edhe ministri i Jashtëm Bushati ka kërkuar opozitës të zbatojë porostinë e Brukselit zyrtar. Votimi vettingut në parlament është vendimtar për të shënuar çeljen e negociatave me Bashkimin Evropian. Pas firmosjes së peticionit pro vettingut në Shkodër, ministri i Jashtëm Bushati kërkoi nga opozita të zbatojë sa më parë porosinë e qartë të Brukselit për reformën në drejtësi. Përfaqësuesja e lartë e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian dje në Tiranë tha shumë shkoqër që vettingu dhe fillimi i implementimit të reformës në drejtësi janë kusht i qëndësishëm për të hapë një epokë tjetër të Shqipërisë europiane. Ministri Bushati theksoi se Basha është i paqartë në kërkesat e tij, ndërkohë që koalicioni i qeverisës po përgatitet për zgjedhjet e 18 qershorit. Në kushtet aktuale është shumë e vështirë për të interpretuar dhe për të kuptuar se çfarë do zoti Basha. Peticioni në mbështetje të vettingut është firmosur edhe nga qytetarë të tjerë, ndërkohë që fushata vijon në disa rrethe me synimin për të mbledhur 1 milion nënshkrime. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për diplomacinë dhe sigurinë Federica Mogherini ju bëri të qartë palëve në Shqipëri se hapja e negociatave varet nga zbatimi i vettingut. Pas takimeve me liderët kryesor në vend të premten, ajo u shpreh qartë kundër bojkotit opozitës, madje duke i kujtuar se ky qëndrim pengon integrimin e Shqipërisë. Ditën kur procesi i ngritjes së organeve të vettingut mbërriti në parlament, përfaqësuesja e lartë e BE-s për politikën e jashtme dhe sigurinë Federica Mogherini i bëri të qartë klasës politike shqiptare se negociatat për antarësim do të hapen sapo të nisë zbatimi i vettingut. Gjatë daljes publike së bashku me kryeministrin Rama, Mogherini theksoi se Brukseli është gati për hapjen e radhës, por Shqipëria duhet të zbatojë reformën në drejtësi. Mesazhi im sonte është ky që nga ana e Bashkimit Evropian ne jemi gati. Ashtu siç kemi qenë dhe vjet, që të vazhdojmë të jemi të besueshëm e të çelim negociatat me Shqipërinë në momentin që zbatimi i reformës në drejtësi dhe në veçanti vettingu do të fillojë në Shqipëri. Por ndërsa parlamenti duhet të nisë punën për vettingun, opozita ndodhet në bojkot dhe paralajmërimi i përfaqësuesës së lartë të BE-s ka qenë i qartë. Jam takuar me kryetarin e kuvendit, me kryetarët e grupeve parlamentare, me opozitën dhe kam qenë shumë e qartë në atë që kam thënë, se ata që po përpiqen të vonojnë ose të uli ritmin e këtyre reformave, do të rrezikojnë integrimin në Bashkimin Evropian. Unë po ashtu kam qenë e qartë që bojkoti i parlamentit do të thotë bllokimi i krijimit të komisioneve të vettingut dhe de facto kjo ndal procesin e progresit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Por ndaj këtyre mesazheve liderët politik kanë reaguar në mënyra të ndryshme. Kryeministri Rama në një deklaratë të shkurtër
ka mbështetur qëndrimin e Brukselit. E falenderoj edhe publikisht përfaqësuesen e lartë të Bashkimit Evropian për kthimin përsëri në Tiranë, gjë që është shprehje e një vëmendje të veçantë kur vendoset fati i negociatave me Bashkimin Evropian, duke nisur procesin e zbatimit të reformës drejtësi me zbatimin e ligjit vettingut. Por takimi me Mogherinin nuk ka ndryshuar asgjë në qëndrimin e liderit të opozitës Lulzim Basha, i cili ka deklaruar se PD do të vazhdojë bojkotin. Nuk ka për të patur parlament tjetër përveç Sheshit Lirisë, deri në arritjen e një pakti kombëtar për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Puna e deputetëve për ngritjen e organeve të vettingut nis në seancën e së hënës, kur do të ngrihet komisioni i parë për vlerësimin e kandidaturave për këto organe, ku tashmë është bërë qartë se demokratët nuk do të çojnë përfaqësuesit e tyre. Gjatë ndalesës në Prishtinë, shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini u bëri të qartë kosovarëve se nuk do të ketë liberalizim vizash pa miratuar demarkacionin me Malin e Zi. Një tjetër mesazh i rëndësishëm ishte lufta kundër korrupsionit dhe vijimi i dialogut politik. Përfaqësuese e lartë e Bashkimit Evropian, Federica Mogherini e bëri të qartë në Prishtinë se pret lajme të mira nga Parlamenti i Kosovës për të ratifikuar demarkacionin me Malin e Zi. Pas takimeve me krerët e shtetit, zyrtarja e lartë e Brukselit tha se është momenti të ratifikohet marrëveshja, pasi pa të nuk ka liberalizim vizash. Është koha e fundit që të ecim përpara, është koha që të votoni demarkacionin Malin e Zi. Kjo do zhbllokojë liberalizimin e vizave për Kosovën. Ne jemi të gatshëm për këtë. I mbetet Parlamentit Kosovës të vendosë. Gjithashtu duhet vijoni me reformat. Lufta kundër korrupsionit është në dobi të qytetarëve të Kosovës. Ndërsa kryeministri Mustafa theksoi se Kosova është e përkushtuar të vijojë rrugën e reformave drejt Unionit dhe i bëri thirrje opozitës të bashkëpunojnë në të mirë të qytetarëve. Kërkuam ndihmën e përfaqësueses lartë Mogherini dhe të Komisionit Evropian në kapërcimin e gjendjes cilin ne kemi tani me demarkacionin e kufirit me Malin e Zi për shkak të kundërshtimeve të cilat i kemi në një pjesë të parlamentit, përfshi tër opozitën, por edhe mungesës së pjesëmarrjes së deputetëve të listës sërbe në kuvend, që po shkakton që qytetarët tanë po mbesin peng këtij kriteri dhe ta s'mund të lëvizin lirshëm ashtu siç lëvizin qytetarët e tjerë në sozat të Bashkimit Evropian. Zonja Mogherini gjatë qëndrimit në Kosovë është takuar edhe me përfaqësues të partive politike, ndërsa ka zhvilluar dhe një vizitë në Mitrovic. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës zhvilloi një tjetër protest në mbështetje të liderit të saj Ramush Haradinaj. Mes tubuesve ishte edhe ambasadori amerikan në Prishtinë William Walker, i cili dënoi sjelljen e drejtësisë franceze. Qindra e qytetarë të Kosovës zbritën këtë të shtunë në sheshin kryesor të Prishtinës për të protestuar për lirimin e ish-kryeministrit dhe liderit të AK-s Ramush Haradinaj. Protesta zhvillohet pak ditë pasi drejtësia franceze mori vendim për të shtyrë sërish datën e dhënies së verdiktit për Haradinajn, duke mbajtur atë sërish në lirim me kusht në Francë deri në shqyrtimin e plot të çështjes. Protestës së organizuar nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ju bashkua edhe ambasadori William Walker, i cili tha se kishte menduar që drejtësia franceze ishte mes më të mirave në botë, por me këtë që po ndodh me Haradinajn është një turp. Për të veçuar fakti se në protest nuk ka marrë pjesë asnjë nga përfaqësuesit e partive politike të mazhorancës apo krerët e shtetit, edhe pse lirimi i Haradinajt konsiderohet një çështje shtetërore për Kosovën dhe jo vetëm një kauzë e opozitës. Pasi dëgjuan me radhë fjalimet e disa përfaqësuesve të opozitës dhe personaliteteve të ndryshme, protestuesit u shpërndan paqësisht. BDI nuk ka asnjë dilemë, vendos të bëhet pjesë e koalicionit qeveristës të drejtuar nga Lidhja Social-Demokrate e Maqedonisë. Ali Ahmeti tha se në këtë mënyrë respektohet vullneti i qytetarëve, ndërsa aleati i tij i ri Zaev tha se presidenti tentoi të krijojë një krizë të thellë në Maqedoni. Ali Ahmeti deklaron se Bashkimi Demokratik për Integrim do të hyjë në qeveri me LSDM-n e Zoran Zaev, pas mbledhjes së kryesisë zhvilluar të premte deri në orët e vona të natës,
Ahmeti deklaroi se vendimi ishte marrë duke patur parasysh vullnetin e shqiptarëve. Sot të gjithë kanë shprehur vullnetin e tyre të lirë, që mbështesin mandatarin, dhe unë nuk mendoj që do të ketë ndonjë tërheqje nga të gjithë ata që kanë bërë premtimin, dhe atë premtim duhet ta bëjnë. Në lidhje me mundësinë e zgjedhjes sa më shpejt të kreu të ri të kuvendit për mbledhjen e tij, Ahmeti deklaron se nuk preferon të hipotetizojë, ndërsa në lidhje me zgjedhjet lokale tha se është rënë dakord që ato të zhvillohen në muajin maj. Në anën tjetër, Zoran Zaev deklaroi se në kushte të tilla, përpara bllokadës së vendosur nga Ivanov dhe VMRO, ai synon të thrasë parlamentin duke depozituar 67 nënshkrimet e deputetëve për formimin e qeverisë së re. Ivanov bëri lojë të dyfisht. Platforma shqiptare nuk doli nga hiçi. Ajo kishte kohë që diskutohej dhe ishte shpalosur kur ai dha mandatin Gruevskit për qeverinë. Kur na erdhi radha ne, nxori idenë e firmave dhe kur unë depozitova firmat në presidencë, doli me idenë e platformës që cënon Maqedoninë. Kjo është një lojë e pisët që dëmton qytetarët dhe interesat e vendit duke e futur atë në krizë. Ndërkohë mbështetësit e VMRO-DPMNE-s kanë paralajmëruar se do të zbresin sërish në shesh për të protestuar kundër platformës shqiptare. Prokuroria e krimeve të rënda në bazë të ligjit antimafia ka vendosur sekuestron e rreth 200 milion lekëve pasurit toke truall ndaj Dashamir Gjokës. Ky i fundit ishte dënuar nga gjykata e apelit në Milano në datën 2 nëntor të vitit 2007 me 10 vite e 6 muaj burg. Gjoka akuzohet për veprën penale të shfrytëzimit të prostitucionit. Gjatë procesit gjyqësor rezultoi se pasuritë që kishte në zotrim Dashamir Gjoka nuk justifikoheshin me nivelin e të ardhurave, fitimeve apo veprimtarive të ligjshme të deklaruar prej tij. Prokuroria thekson se i dënuari nuk arriti që të provojë dhe të justifikojë burimin e ligjshëm të pasurive në zotrim. Aksidentet shkaktuan 2 viktima këtë të shtunë në të dyja rastet në Korçë dhe në Fushkruj. Makinat përplasën kalimtarët për shkak të shpejtësisë së madhe dhe pakujdesisë. 2 aksidente me pasojë vdekjen e 2 kalimtarëve u shënuan mëngjesin e kësaj të shtunë në Korçë dhe në Fushkruj. Ligor Qiriçi, 76 vjeç, u përplas për vdekjen e afërsitë të stadiumit Skënderbeu në Korçë nga një makinë që po lëvizte me shpejtësi. Policia arrestoi shoferin 22 vjeçar, Stereo Gërmenji. Pas aksidentit, 22 vjeçari nuk u largua nga vendi i ngjarjes, por priti ardhjen e policisë rrugore, të cilës i ka bërë të ditur se fushpamja e tij në vendin e aksidentit kishte qenë kufizuar. Edhe në Fushkruj, një kalimtar që po kalonte rrugën u godit nga një makinë. Menjëherë pas aksidentit, shoferi e mori të plagosur një 63 vjeçar dhe dërgoi vetë në spitalin e traumës, por fatkeqësisht mësori 63 vjeçar nuk mundi të mbijetojë për shkak të plagëve të rënda. Shoferi u shoqërua më pas nga policia. 10 çështje për shtrëngim e kanoste për dhënie pasurie janë regjistruar vitin e kaluar në gjykatë. Zyrtarët të policisë të Tiranës thonë se veprat penale janë kryer përmes internetit, duke shënuar kështu një rritje të krimit kompjuterik. Trendi i ri i krimeve në Shqipëri është gjobvënia përmes internetit. I tillë është edhe rasti i Mikel Rexhepit nga Tirana. Ai është akuzuar se ka kanosur ish të dashurën me qëllim përfitimi, duke i marrë 180 euro. Në një intervistë për Vision Plus, 18 vjeçari shpjegon edhe arsyen e atij veprimi, ku u padit në polici, duke u dënuar me 18 muaj shërbim prove. Ka qenë të përgjithshme, po konkretisht forma ka qenë duke si nga ana telefonike, mesazhe në Instagram dhe Facebook, problemet që mund të kenë brenda çiftit, dhe këto kanë qenë disa momente që kanë pasur dhe nga ana ime nëpërmjet rrjeteve sociale edhe nëpërmjet anës telefonike. I riu shton se ajo kohë e errët për të ka kaluar dhe tashmë është fokusuar tek mësimet dhe tek biznesi i familjes. Siç e ndjem, mendoj që t'ia përcjell çdo të riu është gjithmonë vazhdojnë gjithmonë studimet, gjithmonë merren me aktivitet sportiv dhe të jenë gjithmonë tanojnë nga ana ligjit. Kështu kësaj lloj problemesh, s'besoj se do t'i japin pozitivitet siç mund të ketë individi. Mendoj që vazhdojnë jetën e tyre, të shohin familjen, se ajo është primarja, vazhdojnë çfarë profesioni mund të kenë në të ardhmen, edhe gjithmonë me anë të ligjit.
Shefi i sektorit kundër krimit kompjuterik në drejtorinë e policisë Tiranë shpjegon se personat e akuzuar për gjobëvënie janë nga moshat 15 deri në 25 vjeç. Në rrjetet sociale hapet adres falso dhe në atë i bën një ftesë dhe pas bërjes së ftesës pranë ftesës thotë që shiko, unë nuk i prezantohet asnjë me emër, as me të dhëna, por i prezantohet që unë kam video intime, kam fotografi intime të tuat dhe do t'i publikoj nëse ti nuk më përgjigjesh me para apo me konvertim tjetër për të kryer marrëdhënie seksuale e tjera. Viktima në këtë rast, personi që zakonisht kanë qenë femra, dihen para një kërcënimi real. Në disa raste kanë pasur mbështetje të familjes dhe bashkë me familjar kanë ardhur kanë denoncuar faktin. Në disa raste kanë ardhur dhe vetëm pasi nuk kanë pasur mbështetje të familjes dhe nuk kanë dashur të paragjykoshin apo të merrte familja vesh që ka pasur një lidhje të fshehtë. Gjatë vitit 2016 në gjykatën e krimeve të rënda u referuan rreth 120 çështje për veprën penale shtrëngim me anë të kanosjes për dhënie pasurie. Më tepër se gjysma e tyre janë dënuar e pjesa tjetër janë në proces. I kthehemi dhe njerë zhvillimeve në Maqedoni gjatë takimit me kreun e Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti, Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli thaste Shqipëria do t'jap mbështetje për integrimin e Maqedonisë dhe posaçërisht për antarësimin e saj në NATO. Zonja Kodheli mbajti edhe një leksion para studentëve në Universitetin e Strugës. Ministria e Mbrojtjes Mimi Kodheli ishte në Universitetin Ndërkombëtar të Strugës, ku u takua me kreun e BDI Ali Ahmeti, si edhe mbajti një leksion përpara studentëve. Takimi me Ahmetin vjen në kohën kur Bashkimi Demokratik për Integrim mori vendim për të hyrë në qeveri me LSDM-n, ndërkohë që vendi është në krizë institucionale pas refuzimit të presidentit Ivanov për të dhënë mandatin si pasojë e platformës shqiptare. Zonja Kodheli shprehu kreut të BDI-s gjithë mbështetjen e qeverisë shqiptare në proceset integruese të Maqedonisë, edhe në veçantë sa i përket shtyrjes përpara të antarësimit në NATO. Ndërsa në fjalën e mbajtur para studentëve, Ministria Kodheli paralajmëroi shtesë të fondeve të buxhetit për mbrojtje. Do të bëjmë një rialokim fondesh, edhe ne do të përfitojmë si ministri një shumë të konsiderueshme parash që do të na mundësojnë t'i futemi një projekt i madhor, të rëndësishëm për ne, shumë të rëndësishëm për ne për sigurinë e Shqipërisë. Sa më shumë të ketë bashkëpunimi gjithë këtyre aktorëve, aq më i suksesshëm është në fund të ditës aksioni. Bashkëpunimi shumë i mirë solli që ne të mund të ndalonim një akt terrorist në Shqipëri para disa kohë. Dhe bashkëpunimi ka ardhur shumë i mirë, ka ardhur edhe nga strukturat maqedonëse. Republika e Shqipërisë mbështet politikën e dyrave të hapura për NATO dhe padyshim që e mbështet antarësimin e Maqedonisë. Ajo theksoi se antarësimi i Shqipërisë në NATO ka dhënë kontribut të madh në stabilitetin e të gjithë rajonit të Ballkanit. Ministria e Mbrojtjes u përgjigj edhe pyetjeve të ndryshme të studentëve lidhur me rrezikun e sulmeve terroriste, planeve për hapjen e një qendre ekselente të NATO-s në Shqipëri, si edhe proceseve integruese të Shqipërisë dhe rajonit. Pas gjobitjes të bashkive, Ministri i Mjedisit u kërkon drejtuesve vendor të reagojnë e të pastrojnë të gjithë territorin. Lefter Koka ishte në një zonë të lumit të Tiranës që aktualisht është mbushur me mbedurina, duke i bërë apel zyrtarëve lokal të ndërhyjnë sa më parë. Qese, rroba të vjetra, bidona dhe mbetje të tjera të ngecura në përdek, pemësh e shkuresh nga prurit e lumit. Kjo është panorama që të ofron lumi i Tiranës. Ministri i Mjedisit Lefter Koka kërkoi nga kryetarët e bashkive që mos të kujdesen vetëm për zonat urbane të qyteteve, por edhe për ato rurale. Reforma administrative nuk është bërë e atill që të administrojnë vetëm ato zona urbane të asfaltuara. Tashmë qyteti i tyre është shumë i madh dhe duhet të administrojnë dhe rëndësishëm është dhe një lum, i rëndësishëm është dhe një pjesë me kullot, e rëndësishëm është dhe një pjesë me lëndrusore, me pyje. Pra, është një qytet më i madh dhe gjithë këto komponentë e bën një qytet të jetohet më cilësisht. Unë besoj që këto pamje janë shumë të trishtueshme, është e patolerueshme të kemi këtë situatë në shumë lume të Shqipërisë. Drejtues të këtyre bashkive janë penalizuar tashmë nga Ministria e Mjedisit dhe kjo punë do të vazhdojë. Ministri Koka ndërkohë shpalli edhe aksionin mbarkombëtar për pastrimin nga mbetjet. Ai do të zgjasë deri më 22 prill, që shënon edhe ditën ndërkombëtare të tokës.
Të shpejti sheshi Skënderbej do të shfaqet për kryeqytet Asit me pamjen e tij të re. Kryebashkiaku Veliaj thaste qendra është konceptuar të ofrojë një park unik ku qytetarët do të kenë mundësi të jenë edhe pjesë e aktiviteteve të ndryshme kulturore. Punimet në sheshin Skënderbej janë në fazën e fundit. Kryebashkiaku Veliaj gjatë inspektimit që zhvilloi këtë fundjavë tha se qendra e qytetit nga një rrethrotullim makinash është kthyer në një park. Po hymë në një fazë të re të sheshit Skënderbej, i cili do të hapet në qershor. Për të gjithë ata që kishin dyshime që sheshi është vetëm një hapësirë e madhe me plak, sot në fakt po provojmë të kundërtën. Do të jetë ashtu siç e kërkuan qytetarët, gjysma me plak, që është pjesa qendrore e sheshit, ku ndodhin manifestimet, ku ndodhin tubimet, koncertet, panajiret, dhe pastaj e gjithë pjesa tjetër, pra gjysma e sheshit edhe hapësirës që po preket nga projekti i sheshit Skënderbej, do të jetë me bimë edhe me dru. Veliaj tha se në këtë park do të mbillen 2000 drur frutor, dhe se në shesh do të ketë hapësira ku do të zhvillohen aktivitetet të ndryshme kulturore. Nuk kemi preferuar të vazhdojmë me stilin që gjetëm në Bashki Tiranës, ku mbilleshin disa pemë anemike sa për të thënë që mbollën pemë. Shumica e pemëve po vinë tashmë të rritura dhe të maturuara. Kjo do të thotë që nuk do të kërkohen 50 vjet që Tirana t'i gëzohet gjelbrimit, por një pjesë e madhe e bimësisë është tashmë e rritur. Projekti parashikon krijimin e një hapësire të gjelbër në 50% të sipërfaqes së sheshit, mbjelljen e pemëve të reja dhe mira bimë dekorative, shumë llojshmëri mjedisesh dhe hapësirash e përbërë nga 11 lulishte të ndryshme, veshje me gur dekorative natyral nga të gjitha trevat shqiptare. Ndërkohë, ujitja dhe shatërvanët do të funksionojnë me sistemin e një impjanti ekologjik, duke filtruar dhe përdorur ujin e rreshjeve. Gjermania i ka konsideruar absurde qëndrimet e Turqisë se po strehon terrorizmin. Tensionet mes dy vendeve u shtuan pas arrestimit të një gazetari që dyshohet nga autoritetet turke si i përfshirë në rrjetin e spionazhit gjerman. Tensionet diplomatike mes Turqisë e Gjermanisë kanë arritur kulmin të shtyra edhe nga rasti arrestimit të një gazetari turko-gjerman, të cilin Ankaraja e akuzon si spion të Gjermanisë, ndërsa Berlini zyrtar ka kërkuar lirimin e tij të menjëhershëm. Një ditë më parë, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan e akuzoi Berlinin se po ndihmon dhe po strehon terrorizmin, por burime nga Ministria e Jashtme e Gjermanisë i kanë konsideruar të tilla pretendime si absurde. Më herët, kancelaria gjermane Angela Merkel tha se ajo e respektonte vendimet e autoriteteve lokale për të anulluar tubimet që ministrat turq të drejtësisë dhe ekonomisë kishin parashikuar të organizonin. Turqia po përpiqet të tërheqë votuesit etnik turq lidhur me referendumin e rëndësishëm që vendi organizon në prill. Mbështetja e 1.4 milion turqve që jetojnë në Gjermani do të jetë e rëndësishme për Erdogan, që me këtë referendum kërkon të zgjerojë fuqitë e tij presidenciale duke zbehur rolin e parlamentit. Zyrtarët turq janë zemëruar pasi nuk u lejuan të merrnin pjesë në tubime në qytetet e Kölnit, Gaggenau e Frechen. Kjo solli reagimin e ashpër të ministrit të jashtëm turk, i cili theksoi se me këtë Gjermania po ndërhyn në çështjet e brendshme të Turqisë. Rama firmos peticionin pro vettingut dhe deklaron se opozita duhet bëjë detyrën kushtetuese duke e votuar, asgjë nuk e ndal pastrimin e drejtësisë. Lulzim Basha i përgjigjet ashpër Federica Mogherinit, deklaratat se vettingu hap negociatat janë thjesht broçkulla, kushti vetëm i Brukselit janë zgjedhjet. Shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini mesazh klasës politike, negociatat nuk hapen pas zbatuar vettingun, jo bojkotit të kuvendit nga opozita. Ali Ahmeti vendos të hyjë në qeveri me LSDM në respektojnë vullnetin e popullit, aleati i tij Zaev kundër presidentit tentoi të provokojë krizë. Aksidente me 2 kalimtarë të vdekur në Korçë fushkrui, policia shoqëron shoferët, shkelën rregullat e qarkullimit duke lëvizur me shpejtësi të lartë. Përfunduam këtu shikues të nderuar, por më shumë informacion në çdo moment të ditës ju gjeni duke klikuar në faqen tonë të internetit vizionplus.tv. Ndajemi këtu së bashku. Faleminderit për vëmendjen.